Ka thonë pejgamberi Allahut, a ju tregoj juve që ja hekan xhelozin dhe hasedin nga zemrat, sikur drishkin lëmishk. Erni rukjegji pi Arabie, në Kumanov. Erni rukjegji me bon rukje. Ka shumë të smur, ju e dini. Kohën e fundit, ato gjendë nuk sreditën mo. Të gjithë notën, çka sreditën? Ti sreditën veti. Për këtë arsye kanë hinë trupat e njerëzve. Thoj ke Ibn Qayyim në akhir zaman se ke gjendë të hinë trupat e njerëzve. Shumë smunje, 80% smunje vjen për gjendë. Dhe unë e kam rastë, e kam një mik që bën rukje Shifrin, dhe ka qenë me një gras, pe të regoj këtu në Gjudoni, paramendon dhe thonë që gjendët kanë arritë ata me bon, smur deri e kanë qitën dializë. Pastaj e ka këndru veshkën. E ka pije, pastaj ditën operacion, e ka ek një pjesë të mushkërisë. Në tretin, një qëtër operim, e në fund ka dalë se kjo kejt ka bëhe me sihr, magji. S'ka të bëhe fare kjo. E në veçan ti sulmet e zemrës dhe sheqeri, shka më thonë dhe kanceri, shumicën e rasteve janë prej gjinëve. Dhe pejgamberi Allahu në ka lajmëruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ka thonë në akhir zaman ngacmimi i gjinëve në organet e brendshme shkakton probleme shëndetësore tek njerëzit. Të flas me këtë tematikë inshallah. Dhe ka thënë pejgamberi Allahu, më konë që diçka ja kishte kalu kaderit, ja kalon mësyshi. Me një transmetim thuhet se mësyshi njerin e çon në varr dhe devën në vorë. Çish devën në vorë? Lopa kur smuke përpara, kur friki, ju e din këto pleqë të din, se tash nuk e dim edhe lopën duhet me ja spjegu këti shka në lopë. Si me atë boshnjakin që e pata pa gazepin me ja shpjegu se bollic, të ke s'ka bollic, nuk existo bollic. E ki për qëllim elefant, po je mëra bollic. Te na të ke bollic s'ka. Elefant a kini tha dhe elefant jo. Pra këto në arabisht të shpjegojsh në atë fjallën që i thoi gjamus, i thoi, kur qishë së në rrita me aspegu se aj as kish një për bollicë. E jo, këto të rrita, ti në shka bollicë? Ha? E ki po kalin e ujtë. Qas shtu i për gjatë, ha? Qështja këpëton bollicë duke ndi ki qka. Pse, për qka këtë tash edhe lopën duhet me aspegu këti. Qka e lopë? E përbara kër u frishi, e ki lopë, kër u smuke dhe ke kosë. E prajshë në po. Mësinshi devën e qovën në vorë, lopën të qonë në rrë. Tepsin, se lenë të i përkëptone i këpasish, me që ndikë të kasapët bashkohor. Hetë se pidel shpirti, ashtë në një smunje e merë vici për 100 euro, e ti e po është Allah, së të ha mish vici. E përdo në zdaj të si e morë që atë vitë viranja. Ti virani i konë që të bolë. Se ti me të bani mishin e që ti kasapi që nuk banë namaz, haram e kje me ungër, ati këtë punë. Lopën tonë me ta pret, ti, veç vakli namaz, kasapin, taver, lopën e pret, s'ban namaz, qatë mish duesh në gjubre me qitë. A i nuk hate mish. Si për nuk hate? Pës hate? Mos shkoj edhe ma pak ma largë, unë se kam atë mendimi, për bimë bazi thotë bile bismillah dhe ti 5 vakli namaz që a i, mës me bon bismillah, edhe qaj nuk hate. Se bismillah ku të bajnë shikin shejtan që i kanë të rupë. E kuptove ka të ka orë ti e që i shejtan? Të se ti i bedi shka mirë. Ku dreten? Jo, ku dreten. A patë ti mirë nërjes, po. Vëllë me gullash, angrë. Piqa ti pari ka kija i qetri. A transferu, të shuj se gjeta një spalë në këtu. Për atë ledhe të ndërsh. Ka thonë Ibn Tejmija, agjerimi, anë që janë ngushton qarkullimin e shejtanit në damar të njëri. Shejtani qarkullon në gjakun e njëri. Agjerimi shka bani ngushton. Për këtë arsi ka mundësi njëri o këta mund shejtanin. Shejtanin të cilin e ka, së shdo njëri për i neve ka një shejtan. Për atë ki rukëgjie kërën Kumanov, tha ju s'pas një be magji, alhamdulillah. Veç Kumanov pas një haset sa kejt dunjoja. E të shkënë me thosë të thëtë, na Kumanov është shumë të mire, a mos kena me qef njonin me po mirë. Këtë që këtë keshë. Tha unë kam ecë botën, nuk kam po haset në botë, ma shumë se në Kumanov. Unë po transmetoj. Nuk do me thonë që është tonë, se na e dojnë. Ma shumë shka e dojnë vetë, në kërkanë se dojnë. A ma ke po të e këtën, për i nati ta ti, Kumanovor.
Shkona gjë në partije, ki pas, ishtë banë kërkes, do të, shka po të kur gjosë më do, vitë që këtan të zripë shpushtë. Vitë që ko më në vari e banë që. Në të ditë, si të shove njonin pak më nalë, tërë të zripe, se le. E shafit e ove, asë gjë, që këtan, kënë oqët, ku të shofë keqë, kënë oqët. Zhivat ki keq mi po ato ko ishit e vet, shqinjt e vet edhe tafërmit e vet. Po shka të të bombe ti, kur gjohë. Për këtë arësia e ki pose, ma shumë që e interesohë më pinon, filon pikape ku merë. Stërë të zbure që shtë shtu. Kur ishtë unë në fshatë me një kohë, edhe mbishim misafirë, vazhdimisht, e kishtë në dishtë në kafe, një kupëton, selam alikum oqë, alikum selam. Erdhen që të di për para i njofta, më që të përmas, po shka përdun? O, thëj kësën flerat. Pash Allah që më kalëzën ku shkenë. Që të për para i posh, apo që të përmas? Dhe disa i kam pas 10-3 notër, teru këthesh në shpia to më priq. Që të shkuj se që ka qka dalë, që ka qka orë. Tash jam bo pak barat edhe ma i but jam bo, se a gje pak ujnë e ka pas ma të sertë. Si do qovë lërë të ndërshëm agjerimi për plot i këmetën dhe. Allahu me agjerim neve në kanë dënu, me dit njerëzit, se shka ka në agjerim, do të kishin vrapu, do të kishin garu njerëz, se cili do të jetë ma shumë që agjeron për Allahun Azza wa Jalla.